Të veshjen nëse ju e shihni kaq të bukur, ma ka bërë dhurat Albana, që të përshtatem edhe unë me stilin e saj bavarez dhe unë të falenderoj shumë. Mirë se të gjeta. Pa gëzosh. Ja, hajdin qik tu me mua tani të dalim pak, bëjmë qik Meci. parad. Meci. Tani ti që ke një stil të veçantë, bavarez, nga të gjitha shefet, jo vetëm këtu në Shqipëri, në Ballkan, në rajon dhe më gjërë, je me stilin më të veçantë të veshjes si një shefe kuzhine televizive dhe të përgëzoj dhe përveç se 100 përparseve, apo janë shtuar më shumë? Janë shtuar. 100 ca përparseve, që do më thonë për kushtimi dhe dashuria për profesionin kalon edhe tek pjesa e të dukurës bukur, dhe po ashtu, ky stili bavarez që ti të përfaqëson dhe ke krijuar atë stereotipin tënd në ekran, që shkon dhe është unik. Po çpate që ma injektove dhe mua, se po më pëlqeka dhe mua. Sepse më pëlqen. Sepse unë jam një... Si u dukemi? Unë jam e mbushur, jam gjyshe, kurse vajza është Liza në botën e çuditërave, që vë vetëm mrekulli.